Ekspozita më e fundit e piktorit të njohur Agim Sulaj për publiku në sallën Marin Barleti në Hotel Plaza solli edhe një herë disa prej veprave më të spikatura të artistit ndër vite. Me një aktivitet të pasur brenda dhe jashtë vendit, i vlerësuar me çmime ndërkombëtare dhe pjesëmarrës në konkurse të shumta botërore, mjeshtri karikaturës dhe pikturës vazhdon traditën e tij të ekspozitës së fund të vitit në Shqipëri. Gjatë një interviste për Blu Televizion, Sulaj tregon ngasjen që ndodh çdo fund të vit. Janë rreth 31 punime, të reja të gjitha, dhe temat janë poetike të qytetit të Vlorës, Bregdeti i pacënuar, fëmijëria siç u ritëm ne në ato vite që i mbaj mend akoma të pash bile sa më shumë kaloj vite dhe sa më shumë godina të reja dhe thonë aq më shumë na kujtohet fëmijëria, prandaj edhe unë i rikthej në tablos se jemi rritur për fat në një qytet perl në aspekti i natyrës, jo i ndotur, jo i rënduar. Dhe unë ato përpiqem të përcjell dhe brezave të cilët mase s'ka pasur fatin të jetojmë ato lulet të asaj periudhe tona, po që të shikojnë tani Bregdetin e fiksuar siç ka qenë Hotel Aja. Pjesa tjetër e tablove janë tablo historike, një pjesë tjetër është një triptik i dy tablove të Gondinës, siç përcolli Gondinja tablon e tij në Tiranë dhe siç përcolli Agim Sulaj tablon e Ali Pashajt në Janin, në Ersi gjithmonë. Dhe ato janë përsëri një rikthim i kujtime siç i mbaj mend unë dhe i kam parë direkt me sy. Plus pastaj janë dy karikatura, një në vaj, një në tempra, çmimet e fundit, një në Poloni dhe një në Portugali, të cilat kam pasur fatin të kem origjinali dhe të prezantoj te klientët. Unë ju përgëzoj edhe për ardhmën tuaj dhe interesin gjithmonë. E konceptuar si një përmbledhje punësh që vijnë nga një vit i vështirë por plot reflektim për Agim Sulaj, jeta dhe arti duhet të ecin përpara dhe të prezantohen pa u ndalur. Ekspozita mbetet një tjetër dëshmi e stilit të veçantë të artistit dhe kontributit të tij të vazhdueshëm në artin shqiptar dhe ndërkombëtar.